Grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, sa vjen e të kurret. Pas dorëheqjes së deputetit Selim Sulejmani, Mimoza Musa është deputetja e radhës e cila lëshoi Taravarin dhe vendosi të jetë pjesë e shumicës parlamentare të përbërë nga VMRO-DPMN, Lëvizja Znam dhe Koalicioni Vlen. Deputetja vendimin e saj e ka kumtuar përmes një postimi në Facebook, ku mes tjerash shkruan se nuk është në politikë për interesa personale, por për t'i shërbyer me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që besoi në këtë mision. Po kalojmë një periudhë të vështirë politike dhe me të drejtë shumë përkrahës miqë bashkëpunëtor pyesin me kë është deputetja Mimoza Musa. Sot në një klim politike të trazuar dua të jem e qartë me ju. Unë jam deputete e Aleancës për Shqiptarët. Besimin që ma dhat nuk do ta tradhtoj. Nuk jam këtu për interesa personale, por për të shërbyer me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që besoi në këtë mision. Ndryshimi ka nisur dhe ne do ta çojmë përpara. Të premten në mbrëmje, Aleanca për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, mbajti kuvendin e jashtëzakonshëm në qytetin e Kumanovës, me kërkesë të mbi 2/3 të numrit përgjithshëm të kuvendarëve. Taravari bëri ditur se nga pozita e kryetarit të kuvendit është shkarkuar Arben Fetai dhe në vend të tij është emëruar Nazim Taipi, i cili deri më tani ka ushtruar postin e nënkryetarit të Aleancës për Shqiptarët. Për shkak të veprimeve të cilat janë kundër partisë, kryetari i kuvendit u shkarkua dhe prej sot kryetari i ri i kuvendit u zgjodh Nazim Taipi. Janë ndryshuar edhe disa antarë të komisionit statutar dhe juridik, si dhe janë përjashtuar edhe 8 antarë të kryesisë. Pak javë më parë, Aleanca për Shqiptarët udhëhequr nga Arben Taravari doli nga Koalicioni Vlen dhe vendosi të shkojë vetme në zgjedhjet lokale. Pas daljes nga Vleni, doli edhe nga qeveria. Në ndërkohë nisën përçarjet. Një pjesë e funksionarëve dhanë dorëheqje, ndërsa një pjesë tjetër vazhdoi të mbetet në qeveri. Me të shkëputur nga Koalicioni Vlen, fraksioni Arben Taravarit numëronte 5 deputet, ndërkaq tani numëron vetëm 3 deputet: Riad Shaqiri, Halil Snopçe dhe Sadik Sulejmani.